Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë, dashur miq, ka zhvillime të mëdha në Europë. Europa me sa duket e ka dorëzuar Groenlandën falas. Çfarë është duke ndodhur atje, çfarë thot New York Times, i cili njofton se tashmë ka një marrëveshje ndërmjet sekretarit të përgjithshëm Mark Rutte dhe presidentit amerikan Donald Trump. Duket se janë marrë vesh për Groenlandën, me sa duket shefi i NATO-s ka kërkuar që amerikanët të qetësohen dhe t'u jap atyre diçka, të paktën sa për momentin, ndërkohë që Emmanuel Macron ka pas një përballje të fortë me Donald Trumpin, qoftë në Davos, qoftë në ditët e fundit. Europa nga ana tjetër me sa duket është duke bërë gjëmën e madhe, po ikën nga Kina dhe po bën marrëveshje me Kinën. Si do të shkojë kjo luftë e madhe, si do të shkojë kjo përplasje e madhe ndërmjet aleatëve? Çfarë do të vi, unë sot do ju tregoj se çfarë po ndodh me Groenlandën dhe si u dorëzua de facto Groenlanda, edhe pse është pak e vështirë të flasim në këtë moment, se nuk kemi një marrëveshje të shkruar, por kemi një marrëveshje të shprehur pra ndërmjet Mark Ruttes dhe Donald Trumpit, por edhe një heshtje gati të plot europiane. Nga ana tjetër, ndërkohë që dorëzohet Groenlanda për Shtetet Bashkuara të Amerikës, një vatër tjetër shumë e rëndësishme është duke u bërë gati për shpërthim, ura ajrore, avion pafund, avion amerikan janë duke shkuar drejt lindjes së mesme, dhe çfarë po ndodh atje në minutat e fundit duhet të përpiqemi të kuptojmë të gjitha këto zhvillime. Me sa duket, Izraeli dhe Benjamin Netanyahu i kanë thënë amerikanëve se ata tashmë janë gati për ta bërë këtë goditje ndaj Iranit, e cila me sa duket do të filloj shumë shpejt. Si është duke ndodhur, çfarë është duke ndodhur më konkretisht, i kuptojmë pak gjërat nga afër në këtë moment jashtëzakonisht të rëndësishëm gjeopolitik, në të cilin po gjendet bota. Sapo ka dalë gjithashtu edhe një njoftim nga Britania e Madhe. Londra i ka thënë jo bordit të paqes, bordi për të cilin po shkëlyhen këta tatanët këtu në Tiranë, kush ta firmos i pari, edhe mazhoranca edhe opozita e cila po pret t'i rikthej Donald Trumpi në pushtet. Dakord. Ju e kuptoni që është një lojë shumë e madhe, por do ju bëj një njoftim. Sekretin e madh të Groenlandës, përtej qëllimeve të tjera të vogla, apo madhore qofshin, për mineralet e rralla, për naftën, për gazin, për luftën, për Kinën, për përplasjen Amerikës me Kinën dhe me Rusinë, për të gjitha këto që janë nga faktorët kryesorë që Amerika e kërkon Groenlandën, tashmë ka diçka përtej kësaj. Këtë do t'ju tregoj ditën e diel, po na dha Zoti jetë dhe shnet. Ditën e diel do jemi live në orën 20:30 në këtë kanal dhe do t'ju tregoj çfarë bombe e madhe fshihet pas synimeve amerikane në Groenland. Është një lojë e madhe tjetër, nuk ta kanë thënë në asnjë vend, jam i sigurt. Të paktën këto shqipfolësit. Loja është më e madhe se që imagjinoni. Në Groenland të dielën live në këtë kanal në 20:30 do të bëjmë një shpjegim të madh të gjithë lojës, përse Groenlanda, përveç arsyeve që i përmendëm, dhe përse Gaza. Çfarë pritet të bëhet në Gaza? Ç'është bordi i paqes? Çfarë po kurdis Tony Blair? Çfarë po bën Donald Trump, Kushner, izraelitët, lëvizjet e mëdha botërore, lobet, lozhat, korporatat? Është një plan i madh të cilin do t'ju shpjegoj të dielën. Sot do merremi vetëm me Groenlandën në marrëveshjen që po bëjnë europianët për t'ia dorëzuar Amerikës dhe sulmin që po bëhet gati ndaj Iranit shumë shkurt. Ajo që duket qartësisht është që u dorëzua Groenlanda falas. Në ç'kuptim u dorëzua falas? Mark Rutte ka dalë dhe ka thënë që shiko, do merremi vesh me Amerikën, edhe Trump i tha, u morëm vesh me europianët, do t'i heqin ata tarifat, do t'i heq edhe unë tarifat, se do t'a gjejmë gjuhën e përbashkët. New York Times i ka njoftuar gjithashtu se është arritur një marrëveshje. Po ç'është kjo marrëveshje nuk e kanë thënë, sepse nuk kemi
asgjë të shkruar. Ajo që dihet është se me qefin apo pa qefin e europianëve, Donald Trumpi tashmë e ka marrë Grönlandën. Po si e ka marrë o Kreshnik? Ja t'ju ja tregoj tani. Sepse kam 4 vite që ju them që është shkepur rendi botror dhe do të shkepet e gjithë bota, jo na thanë konspiracionist, jo s'merrni vesh. E kalojmë këtë pjesë. Në vitin 1951 ka një marrëveshje ndërmjet amerikanëve dhe Grönland dhe Danimarkës, pasi Grönlanda, siç e dini, është pjesë e Danimarkës, edhe pse ka autonomi, ka qeveri, ka parlament, dhe marrëveshja tregonte dhe citonte në 1951 ndërmjet amerikanëve dhe danezëve se bazat amerikane mund të ndërtohen në Grönland në kuadër të asaj që quhet lufta e ftohtë, aso kohë me Bashkimin Sovjetik. Dhe marrëveshja thot gjithashtu se në rast nevoje amerikanët mundet t'i shtojnë bazat atje, mundet të shtojnë numrin e bazave dhe mundet të shtojnë aktivitetin e tyre ushtarak në Grönland. Amerika për momentin, apo deri në këtë moment, ka patur pak a shumë rreth 200 ushtarë në bazën e saj kryesore në Grönland. Pjesa tjetër e bazave kanë qenë jo aktive, kanë qenë pothuajse të mbyllura. Ndërkohë që marrëveshja e 1951 me Danimarkën tregon që amerikanët mundet të aktivizojnë bazat e tyre, mund t'i aktivizojnë, mund t'i zgjerojnë aq herë sa ta kërkojë nevoja. Donald Trump dhe Washingtoni sot po thonë, ky është momenti që e kërkon nevoja që Amerika të marrë Grönlandën apo të rikthehet atje fuqimisht. Por çështja është se duhet një marrëveshje e re, sepse Amerika nuk po kërkon më vetëm baza, po kërkon një marrëveshje të re, që është Grönlanda të jetë e Amerikës. Europa dhe Danimarka, edhe pse nisën të bërtasin dhe të ulërlasin, jo nuk bëhet, nuk e japim, Grönlanda është vije kuqe, Grönlanda po do prishet NATO, do shkatërrohet aleanca, po do ikim me Kinën e do të prishim dynjan e do edhim nerë dynjan. Me gjithë këto ulërima, Europa e di shumë mirë që ishin amerikanët ata që ja kishin të gjitha paswordet prej luftës dytë botërore deri më sot. Dhe dinin që gjithë arkitekti e Europës nga 45-a deri sot ishin amerikanët pas luftës dytë botërore. Marrëveshja e re, tashmë që është hedhur, amerikanët po i thonë mirë, nuk po e marrim gjithën thot, po do të marrim bazat amerikane, do të jenë tokë amerikane. Pra, të gjitha bazat që do t'i hapim atje, apo që kemi hapur, apo që do të hapim në të ardhmen, janë i nënshtrohen sovranitetit amerikan. Pra janë tokë amerikane, nuk janë tokë e Grönlandës. Pra ne nuk jemi duke përdor thjesht tokën e Grönlandës për nevojat e bazave amerikane. Bazat amerikane të ngushta apo të zgjeruara 1, 5, 17 apo 170, cila do qoftë numri i tyre apo sipërfaqja e tyre, ato do të jenë tokë amerikane. Kjo e ndryshon lojës. Pse? Sepse amerikanët po thonë, ne i duam bazat, nuk po e marrim gjithë, po duam vetëm bazat, dhe nuk duam të lejojmë që të na vi Kina me Rusin atje. Por, këtu ka një problem. Nëse një ditë Grönlanda del, ngrihet dhe thotë, shiko, ne kërkojmë pavarësinë, se ata kanë autonomi tani nga Danimarka, ata dalin dhe kërkojnë pavarësinë nga Danimarka dhe pavarësohet pra shkëputet nga Danimarka. Në këtë rast, bazat amerikane janë tokë amerikane, nuk janë më baza. Pra nuk kanë më nevojë për një marrëveshje të re. Çfarë ndodh pastaj? Askush nga bazat amerikane, në qoftë se krijohet pavarësia, apo fitojnë pavarësinë, apo kërkojnë pavarësinë dhe arrin atë, asnjëra nga bazat amerikane nuk afrohet më dot, as i përdor dot tokat, sepse s'ka marrëveshje. Çfarë ndodh? Kur të flasësh me amerikanët, veçanërisht europianët që i njohin mirë, duhet të dish me kë po flet. Çfarë do të thotë duhet të dish me kë po flet?
Në qoftë se ka një zanat më të vjetër të amerikanëve në këtë botë, është si të sillen me toka të bosh, apo me rajone të bosh, apo me zonat të cilat ata duan t'i kolonizojnë, apo t'i marrin. Kthehu në historinë e Amerikës. A dini ju që Teksasi, që është 1.000.000 kilometër katror, sot pjesë e Amerikës, a dini që ka qenë pjesë e Meksikës? Në Teksas banonin gjithsej 5.000 meksikanë. Pra, 5.000 meksikanë ishin gjithsej dhe me kalimin e kohës, pavarësisht se meksikanët kishin vendosur kushte që të vini të banoni në Teksas, duhet të bëheni katolik, duhet të ndryshoni fen, pra, cila do lloj qoftë feja juaj, duhet të shndërroheni në katolik, duhet të ishni dorë prej besimeve tuaja më pashme dhe kështu bëheni meksikan, bëj çfarë të duash, por duhet të plotësosh këto kushte dhe më pas të japësh besën dhe të shprehësh besnikëri ndaj kushtetutës së Meksikës. Mirë shumë, pas një kohë, amerikanët që erdhën në Teksas u bën 50.000. Këto 50.000 pastaj ushtuan dhe Teksasi u bë Amerikë. E njëjta gjë ndodh edhe me Groenlandën. Ata tani do t'i thonë Groenlandës që ne nuk po e marrim komplet Groenlandën, nuk po i themi botës që Groenlanda është tokë amerikane, por ne do marrim bazat amerikane janë tokë amerikane. Dhe sa do qofshin bazat, sa do të mëdha qofshin dhe cili do qoftë numri i tyre, ato janë tokë amerikane dhe kanë sovranitet amerikan. Siç do kthehemi tek bazat e tjera britanike që janë në Kipër që kanë sovranitetin britanik. Amerika çfarë bën? I merr nga 100.000 njerëz, i dërgon atje në Groenland, jo familjet e ushtarëve, jo njerëzit të cilët do të ndihmojnë atje, jo njerëzit të cilët do të ndihmojnë bazën, jo kuzhinat, jo ndihmësit e ushtarëve, jo infrastruktura, jo spitalet, jo kjo. I merr Amerika, i çojë 100.000 njerëz atje, i thot 25 vjet, 30 vjet nuk keni për të paguar taksa, do banoni Groenlandën, do rrini atje, dhe për ca kohë, çfarë ndodh? Ata janë shumica. Duke qenë që shumica, ju dini, toka e shumicës e kujt është? Pa diskutim që është e shumicës. I fusin një referendum atje, edhe zgjidhen kollaj punët. Pra, de facto, pavarësisht se çfarë thonë, Europa e dorëzoi Groenlandën. Të japim gjithçka, i than Donald Trumpit, i tha edhe Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, vetëm mos përdor fjalën sovranitet mbi Groenlandën. E kemi lënë sovranitet vetëm mbi bazat amerikane ku në Groenland. Mund t'i zgjeroni sa të doni, mund të bëni baza sa të doni, dhe nesër mund të sillni edhe ca njerëz, por rëndësishme është mos t'i themi botës që ju e morët dhe na e morët as me dhunë, as me qef. Ram dakord, thot New York Times. Pra, Groenlanda iku. Europa është e pafuqishme për t'i thënë jo Amerikës. Dhe nga ana tjetër, janë hedhur direkt në Kinë. Ky është zhvillim i madh. Ky është zhvillim i madh i cili tregon se ngjarje të mëdha po vijnë. Sot, ju a thash më parë, edhe Britania e Madhe refuzoi të bëhet pjesë e bordit të paqes, tashmë ka refuzuar edhe Greqia. Fqinji ynë jugor ka refuzuar të jetë pjesë dhe ka thënë se kjo është një lojë e rrezikshme, ku Amerika po nxjerr jashtë loje OKB-n, Greqia. Pra, jemi në një oqean të madh dhe Rama dje ka fut gjithë njerëzit e tij të firmosin, të votojnë në parlament, ka votu dhe Berisha me vetët se po pret të hiqet non grata në Amerikë nga Donald Trumpi, dhe vetë Rama nuk votoi, iku, sepse do me lënë vend për veten e vet, nëse e shkulin dhe e hedhin Trumpin jashtë loje e madhe. Kjo marrëveshje mes amerikanëve dhe europianëve me ndërmjetësimin e Rutës, shefit të NATO-s, nuk është shkruar asgjë kundi. Pra nuk ka asnjë tekst deri tani, nuk ka asnjë letër. Ndaj, do të thotë,
keni sovranitet vetëm mbi bazat amerikane, pastaj shihni e bëni vetë, keni përcjell ndaj njëri këtu, shkoni bëni çfarë të doni. Pra Grönlanda u dorëzua dhe u dorëzua me qef apo pa qef, u dorëzua me paqe. Europianët e dinë që me dhunë nuk ja ndalojnë dot Amerikës. Pastaj, si do të vi situata dhe çfarë do të ndodh, do t'ja lëm kohës. Por ajo që po ndodh duket qartë që është shumë e madhe. Këtu na del një zhvillim tjetër i madh, që është lufta në lindjen e mesme dhe bombardimi i Iranit. Mundet që rrute europianët dhe amerikanët ta kenë lënë një puzzle paqje në këtë moment, apo mos përplasje për Grönlandën, të kenë gjetë një marrëveshje qoftë dhe të shprehur gojore, pra, dakordësim në parim, sepse Netanyahu i ka thënë amerikanëve dhe europianëve, jemi gati. Amerikanët po prisnin t'u thonte Izrael. Izraeli dhe Netanyahu i kanë thënë jemi gati për të goditur Iranin. Ura ajrore me avionët amerikan vazhdon të drejtohen në drejtim të lindjes së mesme, avion luftarak F-16, F-35 amerikanë, të gjitha po shkojnë në drejtim të lindjes së mesme. Avioni i 30 C-17 C-17 ka mbritur në lindjen e mesme, patriotët, sistemet patriot janë gati, nga do godasin. Luftania amerikane Abraham Lincoln ka shkuar dhe ka mbritur në veri të detit Arab, ndërkohë thuhet që duhet edhe një aeroplan mbajtëse tjetër përmes Deon. Por britanikët i thanë nuk ka nevojë, se është janë bazat britanike në Qipër. Bazat ushtarake britanike në Qipër janë pothuajse luftanie apo aeroplan mbajtëse në mes të detit Mesdhe. Dhe ato kanë sovranitetin britanik, siç ju përmenda më sipër. Pra, ardhja e Abraham Lincolnit në veri të detit Arab dhe ardhja e trupave, ardhja e avionëve ushtarak dhe luftarak, përgatitja e bazave britanike në Qipër dhe baza amerikane në Jordani, tregojnë qartësisht se ka një plan të madh për të goditur tashmë Iranin. A do ta godasin apo jo? Shpenzimet e maramundse për të sjellë luftanie dhe për të zhvendosur ushtrinë amerikane me gjithë avionat në lindjet e mesme tregojnë qartësisht, dhe gatishmëria e Izraelit tregojnë qartësisht që do ketë goditje. Sa do të ndodh goditja? Do të ndodh luftë afatgjat, goditje, bombardim afatgjat 1, me synim eliminimin e liderit revolucionit Sejid Ali Khamenei, lideri i revolucionit. Pra synimi i tyre është të godasim liderin, 1, dhe të bombardojmë Iranin dhe infrastrukturën e raketave balistike dhe burimet e prodhimit, fabrikat e prodhimit e raketave balistike. Bombardim afatgjat i cili godet. Dhe kjo shoqërohet edhe me futjen e milicive të tjera nga vende të tjera rreth e përqark Iranit, të cilat mund të hyjnë në Iran dhe të ndryshojnë sistemin nga brenda. Në qoftë se kjo është e vështirë, kemi edhe një njoftim tjetër, i cili vjen nga amerikanët sot, që është ata kanë tërhequr bazat e tyre nga Siria, duke qenë që forcat Kased të kurdëve hëngrën dru nga Erdogani dhe nga forcat ushtarake të Ahmed al-Shara në Siri. Amerikanët tani po thonë ne do t'i tërheqim trupat nga Siria. Çfarë do të thotë tërheqja e trupave amerikane në këtë moment nga Siria? Në vendet e Kurdistanit, pra, në rajonat e kontrolluara nga Kasedi, në lindje apo në verilindje të Sirisë, janë edhe ata që quhen luftëtarët e Al-Qaedës apo luftëtarët e Daeshit apo të ISIS-it. Kampi famkeq, 7.000 deri 9.000 luftëtarë të Al-Qaedës janë atje të burgosur në zonat e kurdëve. Amerikanët çfarë po bëjnë? Po tërhiqen nga Siria, njoftuan sot tërheqjen e trupave tyre nga Siria,
dhe kanë thënë kurdëve merrni kampin e Al-Holit dhe luftëtarët e ISIS-it të Al-Qaedës do t'i çojmë në Irak. Çfarë do të bëjnë trupat e ISIS-it në Irak? Gallate e madhe, luftë e madhe, skema të frikshme. Luftëtarët e ISIS-it shkojnë në Irak. Iraku thot çfarë do bëj unë me këta. Ndërkohë që Amerika i ka ende fuqitë dhe mundësi të kontrollojë luftëtarët e ISIS-it nga Siria, ku ajo i kishte sjellë për nevojat e veta luftëtarët e Daeshit dhe i mbante të burgosur nën kampet Al-Hol të drejtuara nga kurdët në verilindjet Siris, tashmë kalojnë në Irak. Burgje masive në Irak, 8.000 deri 9.000. Këto militësi të Al-Qaedës nesër mundet të shërbejnë Izraelit edhe Amerikës për të destabilizuar Irakun dhe për të hapur kufirin e Irakut që të ndihmojnë në rrëzimin e regjimit të Iranit i shoqëruar me bombardimet amerikane izraelite nga ajri dhe afatgjata dhe me ndërhyrjen e milicive nga poshtë. Pra, i marrim trupat e luftëtarët e ISIS-it nga kampet Al-Hol në verilindje të Sirisë të kurdët, i çojmë në Irak dhe atje mundet ti aktivizojmë edhe ata për t'i çuar në Iran nesër, nëse do të sulmojmë Iranin edhe nga ajri edhe nga toka. Ndërkohë, rusët dhe kinezët janë bërë gati atje për të mbështetur Iranin, aty pastaj do të kuptojnë në qoftë se Amerika dhe Izraeli do ta mbyllin betejën në Iran shpejt, do të kemi ndryshim të regjimit. Në qoftë se nuk ka mbyllje të betejës shpejt, sepse rezistenca e Iranit bashkë me rusët dhe kinezët do të jetë e nivelit më të paparashikuar të mundshëm, atëherë amerikanët bashkë me Izraelin do të tërhiqen, amerikanët do të telefonojnë Netanyahu dhe do t'i thonë tërhiqu, sepse nuk bën më, nuk është ky momenti, është momenti që të vendosim paqe dhe Trumpi vendosës del ai që vendos paqen sërish dhe mbyll një burim tjetër lufte i cili po të kishte dalë jashtë kontrollit do të kishte vënë flakën botës. Por të gjithë skenarët janë aty dhe duket qartë që zjarri i madh po vjen dhe kjo është një arsye kryesore përse edhe debati për Groenlandën tashmë u mbyll në një marrëveshje ndërmjet zotit Rutte dhe presidentit Donald Trump dhe në këtë mënyrë do të presim minutat e ardhshme të cilat do të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme qoftë në nivel bote, qoftë në nivel Europe, qoftë në nivelin e lindjes mesme, ku pritet shpërthimi i madh, por edhe në Ukrainë. Rusi, ku po ndodh një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm sot në Dubai ndërmjet Steve Witkoff, Jared Kushner dhe rusëve dhe ukrainësve të cilët do takohen në tokën e Emirateve të Bashkuara Arabe për të parë për një marrëveshje të mundshme. Të mëdha do të jenë zhvillimet edhe këtu në Tiranë, ku këta janë në kaps, janë në situatë shumë të vështirë dhe po përpiqen që të blejnë kohë në lojën e madhe ndërkombëtare. Për gjitha zhvillimet do të jemi bashkë të dashur miq, si gjithmonë këtu nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu. Ju përshëndes të gjithëve. Deri në një moment të dytë ju qëndroni në linjë, merrni kanal, shpërndajeni atë pjesës tjetër shqiptarëve, bëjni subscribe kanalit dhe bashkë do të jemi si gjithmonë për zhvillime të tjera që vijnë në numrin e ardhshëm.